Kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë sot mbrëmjen e orën 20:30 në stadiumin Sporting Park Stozice të Ljubljanës kundër Slovenisë vendase, takimin e 7 kualifikues për botërorin Brazil 2014. Përballja ndaj Slovenisë ka një rëndësi të madhe për kuqezit drejt ndjekjes së ëndrrës së madhe për qenë të paktën në play-offin e skuadrave që tentojnë kualifikimin për në botërorin e Brazilit. Ekipi i trajnerit De Biasi, që renditet i dyti në grup me 10 pikë pas Zvicrës që ka 4 pikë më shumë, duhet me patjetër të mos u mbas në këtë sfidë për të mbajtur distancën 4 pikësh që ka aktualisht nga rivalët sloven, ndërsa fitoria në Ljubljanë do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për të qenë deri në fund pretendent për vendin e dytë. Por më tepër që pas pak ditësh kuqezit do të luajnë në një tjetër transfert kundër një rivali direkt për këtë objektiv, siç është Islanda. Tekniku De Biasi ka pasur disa probleme me organikën e lojtarëve përpara kësaj përballje, pasi lojtarë si Mavrai, Vajushi, Meha dhe Ilir Berisha janë të dëmtuar, ndërsa Dallku i pezulluar. Por së fundmi trajneri De Biasi ka marrë një lajm mjaft të mirë nga FIFA, e cila ka dhënë okay për disa nga lojtarët kosovar të mbërritur së fundmi në përfaqësuesin shqiptare, si Abrashi, Vullnet Gashi dhe Agon Mehmeti, ndërsa leja e kalimit për futbollistin tjetër Gashi pritet të mbrrijë nga momenti në moment. Kështu këta futbollistë do të jenë të gatshëm për takimin e sotëm. Sa i takon formacionit titular, duket se dilemat e De Biasit janë të pakta. E trit Berisha e ka kaluar gjendjen gripale dhe pritet të luajë në port, ndërsa në mbrojtje nga krah do të jenë Lila dhe Agolli, të mbështetur nga dy qendërmbrojtësit Sana dhe Teli. Në mesfush Migjen Basha dhe Bulku do të jenë dik përpara mbrojtjes. Tërheqja e mesfushorëve ofensiv do të përbëhet nga Roshi, Kaçe dhe Rama, i cili ka kaluar një viroz gripale së fundmi dhe në rastin më ekstrem do të zëvendësohet nga Vila. Në majt sulmi do të jeti vetëm Edgar Çani. Në Ljubljanë sot mbrëmje Shqipëria pritet të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme nga tifozëria kuqezi, e nisur jo vetëm nga Shqipëria e Kosova, por edhe nga shumë vende perëndimore ku banojnë shqiptarët. Të paktën 4 nga 16.000 tifozë në stadium pritet të jenë kuqezi. Bastet favorizojnë vendasit, koeficienti i cilëve për fitore është 1.95, ndërsa fitoria e Shqipërisë kuotohet me koeficientin 3.7. Takimi do të gjykohet nga hungarezi Istvan Vat.